Sot pak folëm për si ta duim Allahun Gjelle Gjelalu, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një tjetrin pa interes, dhe ta urrejmë kufrin, sikur që urrejmë me na gjujt dikush në zjarr. Kjo prej 3 gjërave që ka në përmbledhje, kush i ka në shpirt, ai ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Allahu Gjelle Shanuhu në Kur'an pëthët: Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thua ju ti o Muhammed, in kuntum tuhibbun Allah, si t'jeni vërtet që e doni Allahun. Me thonë dikujt, a e do në vërtet prindin tëndë? Dhe i ka me thonë po. Nëse jeni vërtet që i do një prindërit e juj, duhet me respektu ata. Nëse e do në babën edhe nonën, duhet me respektu. A jeni vërtet që e do një Allahun Gjelle Gjelalu? Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni, ecni rrugës teme. Pra si ta doni Allahun, ju ka thonë pejgamberi, si ta doni Allahun, ecni une që përbëj, bani që ka përbëj une. Yuhbibkumullah, e si të ecni rrugës une që përbëj, Allah ju do juve. Këtu me pyet në fjalë të shkurta, kene donë Allahu edhe ken se donë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e don atë që ai e don Allahun. Po edhe se don atë që ai se don Allahun. Mirë, po fillimisht kush e don tjetrin fillimisht? Mas pari, sefte, kush e don tjetrin? Mas pari e don Allahu robin. Po pse? Po s'ka qenë fare robi, e Allahu e ka dash tani e ka krijuar. Mos me pas dash se kishte krijuar fare. Thua ju ti o Muhammed, kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thua ju ti o Muhammed, si t'jeni vërtet që e doni Allahun, pasoni rrugën teme, ecni une që shpo eci, hani që shpo ha une, veshni që shpo veshi une, falnu që shpo falem une, zeqatin unë që shpi umësoj, haqëlekin unë që shpi umësoj. Këtë sendet Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam që në kam mësua. Na a bon do një send me e bon qësh nuk në kam mësu me e bon. Nuk ban as një send. As një send nuk ban me e bon. E kam fjallën për din, se për punë të dynjons pejgamberis në kam mësua neve me nresh teknologjin. Pejgamberis në kam mësua neve qësh me i lavru arat, e qysh me i shurtu pëmët. Po për punë të dinit e kemi fjallën dinit dhe qka përmbledh dini, morali, vlerat e moralit, jetës etike, morale. Pra ne ju ka thonë, thuju ti o Muhammed, nëse ju vërtet e doni Allahun, ecni une që shpë ju thamë, e Allahu ju donë juve, edhe ja u falë gjunahet e juve, Allahu është falës dhe mshirus. Në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, po thot në hadithin transmetuar për Imam al-Bukharit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Wallahi fjale madhe, wallahi o vllazën, na jemi zerrëm këto me këto punë. Thua ju ti o Muhammed, çu çka po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, imanin se kini të plot, imanin tamam se kini. Kur e kini imanin, besimin tamam, e kini tamam imanin kur t'jam unë majdashëm, kur t'jam unë pëthët majdashëm, të ti se baba jytë. Do më thonë, ti me e dasht pejgamberin ma shumë se babën tëndë. E me e dasht ma shumë se evladin tëndë. Edhe me e dasht pejgamberin ma shumë se kret njerëzit. A dojmë qashtu. Me të sha ty
babën edhe nënën, me ta shoh ty babën edhe nënën, edhe e vladin, edhe antarët e familjes, me ti ofendue, me ti shoh, jo vetëm që t'jetë hatri, por edhe reagojsh fizikisht, apo jo? Edhe reagojsh fizikisht, mundohesh ai që të ofendon edhe të shoh, mundohesh me i ra, mundohesh, e kur t'i biesh, mundohesh me myt, apo jo? E pejgamberin që e shajten ata me karikatura, e bon me në Suedi, në Danimarke, në për shtetet perëndimore, çish reagoi muslimani për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Të na, të shqiptarët, as që o dëgjua kjo punë, as që kanë, unë çuditësha që prej kolegëve të mi nuk reagon të dikush. Bile të regoj popullit që dikush ko ka në pushtet edhe po e shajka pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. A na muslimant, na nuk e shajmë jo vetëm pejgamberin ton, na e dojmë shumë, pas pejgamber tjerë, la nufarriqu bejnë ahadim min rusuli, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për me dasht nuk mjafton vetëm kjo që fola. Me dasht ti pejgamberin më shumë se babën, e se nënën, e se evladin, e se gjithë njerëzit. Po me dasht ti vetveten më shumë se me dasht pejgamberin më shumë se vetveten. Është një ajet kuranor në suratul Ahzab, kështu thot: "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa azwajuhu ummahatihim." An-nabiyyu awla bil mu'minin. Wallahi kush e kupton këtë ajet është një çudi e madhe, mër vllazni. Allah i na bof nasip në shpirt me marrë vesh. Çka po thot? En-nabiyyu awla bil mu'minin. Pejgamberi Muhammed është te ti me prioritet ma shumë se ti te vetvetja. A pe kuptesh? Pejgamberi është te ti, ma përparësi ka te ti ma shumë se ti te vetvetja. En-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Më paskon gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më paskon gjallë. Inshallah në xhenet bëmi bashkë me ton ja Rabbi. Të kish thënë, respekto babën, peke, eduko evladin, peke, bane tërbije gruan, peke na them popullor që atje, si urdhroni. Martoja vajzën filanit, të ja këshe mujtë me kundërshtua. Pejgamberi me paskon gjallë, me të pas thonë, ti vajzën tënde jepja filanit, ti që këshe thonë? Si urdhroni ja Resulallah. Pejgamberi ka martua femnat e muslimanëve në kohën e vetë, në vend babës. Filan, shko filanit merja vajzën, thuj selam të ka bo Resulullahi, ajtën ja ka diskutua, ka refuzua, asësi, sami'na wa ata'na. Kështu, pozita e Resulullahit është te umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe mos harroni vllazni, nëse pejgamberi nuk merr këtë pozitë në shpirtat ton, dine që nuk e dojmë në Resulullahin alaihi salatu wassalam. Na me fjalë dojmë, po në vepra nuk e dojmë. Me shikuan sjellja, a dojmë boll pejgamberin besnik? A ka thonë ai mila dhomët? Na ai lajm dhomët. Me shikuan vepra, në praktik punët. A ka thonë mirë shumë mjekrat, na elshe mjekrat. A ka thonë me hangër me dorë djathtë, na ham me dorë djathtë. A ka thonë më s'hani qepe dhe hudër, kur të vini në xhami, na dhe duhan pim. Nështë ta diku i do këtë randë që këto fjallë. Unë së për këshyri tash kuj ma lete, kuj ma randë. Hudrën edhe qepën që ka nërë të keqe, s'ka lejue me hangër, pa e përgjit, pa e fërgue. Hudra dhe qepa që të dyat janë me vitamine dhe me proteine. Duhania ka vitamina dhe proteina.
A ka? Jo be dini kretë që s'ka, jo mos ta diskutojmë këtë punë atash. Ama kur këto dyat s'ka lejuar Resulullahi, ti me një tretën për e sjellish, një risi tjetër për e bëjsh. Nuk on rregull, pra ndaj kjo, sa jemi na praktikant dashurinë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ose ha me dorë djathtë, ose mos e sjell keq ndaj vllaut tant, mos ja frikso syt, mos ja trem e kështu me radhë. Allahi na boft rizq dashnin ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, pa qëllim të ketë që tu qëtash jem të e lexua arab që një fjalë, një punim, që do ta dëgjoni. Që tonë që ka thash, këna kanë që tu, po unë nguta e thash para se ta shikoj syt, t'ja lëshoj syt. Idha sa'alta musliman, hal tuhibbu rasulek? Kur ta pyetish një musliman, a e don ti pejgamberin tant? Ai thot, naam, po, fidahu, rohi ve mali, e bojnë fida, e sakrifikoj shpirtin dhe malin për tonë. Fa idha sa'altahu, limadha tahluk lihjetek wa tukhalif amrahu? Atëherë pse pra pe rrush mjekrën ti e pe kundërshtojsh urdhnin e pejgamberit? Ai ka thonë lësho mjekrën, ti pe rrush. Pse? Ka më tu përgjegj kështu. Dashnia është në zemër. E zemrën unë e kam të mirë, elhamdulillah. Yerhamukallah ti e qiteshe. Lau kana qalbuka tayyiban la dhahara ala jasadik. Kur zemra e mirë, brenda në trup, duhet edhe trupi më bëj mirë çdo zemra. Allah i na i bën trupat e mirë me gjithë zemrën. Inshallah prej Ramazanit deri të shkoj deri në fund, nashta dikush e lëshon mjekrën masi kemi fol, edhe nashta dikush e lën duhanin. Këta kam me vonatën e kadrit inshallah taala me vota. Kush ato edhe kush ato bi iznillahi taala, inshallah Zoti ju bën gati dikend, mos më na i çu mundin kot deri në fund këtij muajit. Sa biesh salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Sa herë salavat qojsh? Allahu Jalla Jalaluhu ka thënë Kur'an, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahu ja ka fal pejgamberit, e ka bon për xhenet. Melaqet kanë bo dua për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Muslimant na ka urdhëruar Allah, ja ayyuhalladhina amanu, këtë ajet kuranor çdo xumë e ngoni në hutbën e dytë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu ja ka fal mëkatet. Melaqet kanë bën dua për pejgamberin, mbi 7 qiell Allahu po tregon këtë fjalë. Kurani prej mbi 7 qiell ka ardhur prej Lahi Mahfudhit. Pastaj po thotë ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, sallu alayhi, edhe ju përshëndetni me pejgamberin wa sallimu taslima. Sallu alayhi wa sallimu taslima. Kjo do më thoni për pejgamberin alayhi salatu wassalam. E ma mira është me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallejta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inneka hamidun majid. Edhe një vrejtje kështu e kam për veti dhe për juve, kur ta përmendni pejgamberin, mos thoni vetëm alayhi salam. Në për libra e shkruajnë çet fjalë, bëjnë gabim ata që e shkruajnë kështu a edhe s, alayhi salam. Duhet me shkrua alayhi salatu wassalam, se Kurani po thot sallu alayhi wa sallimu taslima. Të dyat alayhi salatu wassalam. Jo alayhi salam veç me një, alayhi salatu wassalam ose sallallahu alayhi wasallam ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.
Ky salavati për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është një çudi e madhe më vëllezër. Është një çudi e madhe salavati për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po thot në një hadith sahih rawahu Imam Ahmed, po thot kullu dua, vërtet inna lillahi malaikatan, Allahu ka kriju melaqe, sejahina fil ard, ato melaqet ladrojnë në përftyrë tokës, ka mos shkojnë, ju belliguni an ummeti es selam, ma sjellin mua, ka thonë pejgamberi, prej ummetit tem selamin, përshëndetjet, salavatet mi përcjellin mua. E ti prej këtu hujt, ja që ishtë salavatet selam Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në hadithin tjetër, po thot aleyhi salatu wassalam, në hadithin të transmituar apo rawahu Imam al-Bayhaqi, po thot kullu duain, çdo lutje që e bësh, çdo lutje, kullu duain mahjubun hatta yusalla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Çdo dua që e bëjmë ka perde duaja janë me Allahun, ka perde. Apo shkon, as po shkon. Zani ka perde, që tash me folun mikrofoni senin, ja kam vu perde letrën. Çdo dua ka perde, nuk shkon. Deri sa të bihet salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për atë sebeb ju mësoj vetin dhe juve, kur të lutni Allahu xhelle xhelalu dua, çfarë dua bani? O Allah, mi fal gabimet e mia, e babës e të nonës. Ja Allah, mi udhëzo evlat në rrugën tënde. Ja Allah, largoja u të keqen evlatëve të mi, e jo vetëm evlatëve të mi, edhe evlatëve të këqijisë, edhe evlatëve të mahallës, edhe evlatëve kretë i metit, kretë i Arabi, e tash po bësh ti që dua për evlatët e tu, për vllazërit e tu, për prindët e tu, me janis duas me thonë Bismillahirrahmanirrahim, me Bismillah, e me thonë mas pari Elhamdulillahi Rabbil Alamin, me lavdruar Allahun, sikur që i ka hije madhris Allahut Gjelle Gjelalu, mandaj me ra salavat për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, sikur që e kemi parathonjen në çdo herë, Elhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, tani fillojmë fjalimin. Kjo parathonje për i thejmë në gjuhën tonë, apo mukaddime i thënë arabishte. Kur ta thëjmë këte, mandej e bëjmë duan. Duan mas salavatit. Për çka mas salavatit? Që me salavat ta hekim perden, që të shkoje duaja janë drejt të Allahu Gjelle Gjelalu. E lusim Allahun Gjelle Gjelalu më ne i pranu e lutjet tona. Prandaj salavati për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam është i madh, edhe gjithmonë qoni salavat për Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam. Kanë thonë ulemat e dinit islam, kam lexuar këto që kanë thonë ulemat e dinit islam, kanë thonë duaja muslimanit duhet tjetë, duaja e muslimanit duhet tjetë në mes dy salavateve. Salavat në fillim, duaja në midis, mes najna o petë salavati. Do më thonë me tjetë sikur kjo letra në mes dy kapakave të libres. Salavati le tjetë, dy salavatat ndjathin shmajt, në midis lutja duaja, që le të bëhet duaja jote kavull për hatër të salavatit për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Allahu Gjelle Gjelalu në i falë të gabimet, e i qojmë inshallah salavat pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam pandal, për arsyet të kohës gjithmonë për duhet me këput, pra ndaj për mjaftojmë me salavatin me kaq, gjithmonë mësone gojen e juj, me thonë salavatin, mësone gojen e juj, edhe mësonja e vladve të juj, antarve të familjeve të juja, që të gjithë thëjnë salavat për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.